Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Partia Demokratike ka reaguar zyrtarisht duke deklaruar mbështetje për protestën rinore dhe qytetare, duke dënuar dhunën ndaj protestuesve dhe duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në deklaratë, opozita thekson se qëndron përpara kërkesave të protestuesve dhe akuzon qeverinë për mungesë transparence dhe keqçeverisje. Partia Demokratike e Shqipërisë ka reaguar përmes një deklarate të gjatë lidhur me qëndrimet e saj ndaj protestës së zhvilluar nga të rinjtë dhe qytetarët, duke sqaruar pozicionin e saj politik dhe duke mbështetur kërkesat e artikuluara në tubime. Në deklaratë, Partia Demokratike thekson se dënon me forcën më të madhe çdo veprim dhune ndaj protestuesve paqësor, duke përmendur edhe rastet e raportuara në Zvërnec, si dhe kritikon ashpër kryeministrin Edi Rama për qëndrimet e tij ndaj protestës. Opozita nënvizon se protesta nuk është organizuar nga Partia Demokratike, por se partia respekton të drejtën e qytetarëve për tubim dhe se nuk ka penguar pjesëmarrjen e anëtarëve dhe mbështetësve të saj në këto protesta. Në deklaratë, Partia Demokratike përdor tone të forta politike ndaj qeverisë, duke e cilësuar atë si regjim dhe duke akuzuar për mungesë transparence në projekte të ndryshme zhvillimore, përfshirë edhe rastin e diskutuar në Zvërnec. Partia Demokratike deklaron gjithashtu se ka kundërshtuar në vazhdimsi një sër projektesh dhe ligjesh të qeverisë, përfshirë investimet strategjike, partneritetet publik-private, çështjet mjedisore dhe projektet infrastrukturore që, sipas saj, dëmtojnë mjedisin dhe interesin publik. Në deklaratë përmenden edhe zona të ndryshme të mbrojtura dhe projekte infrastrukturore, ku Partia Demokratike pretendon se ka mbajtur qëndrime kritike dhe ka protestuar kundër vendimeve të qeverisë. Në përmbyllje, Partia Demokratike shprehet se mbështet plotësisht kërkesat e protestuesve dhe kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke propozuar krijimin e një qeverie kujdestare që do të përgatisë zgjedhje të lira dhe të ndershme në vend. Opozita thekson se zgjidhja e situatës, sipas saj, kërkon ndryshim politik dhe respektim të kërkesave të qytetarëve të përfshirë në protestë. Një video e krijuar me inteligjencë artificiale ku kryeministri Edi Rama shfaqet duke imituar blogeret dhe influencerat është bërë virale në rrjetet sociale duke marrë edhe reagimin e vet kryeministrit, i cili e ka shpërndar me tone ironike dhe batuta. Një moment i kryeministrit Edi Rama është kthyer në viral në rrjetet sociale, pasi një video e krijuar me inteligjencë artificiale paraqet atë në një interpretim humoristik, ku shfaqet duke imituar blogerët dhe influencerat që janë shprehur më herët në mbështetje të protestave për projektin në Zvërnec. Në videon e shpërndar online, Rama shfaqet i stilizuar me element të krijuar nga inteligjenca artificiale. Përfshirë edhe një paraqitje satirike ku ai është i veshur me fund dhe taka, çka ka nxitur reagime dhe komente të shumta në rrjet. Vetë kryeministri ka shpërndar video në profilin e tij, duke e shoqëruar me ironi dhe batuta, mes tyre edhe shprehja hallall kush e ka bërë, duke e trajtuar rastin në një ton humori dhe distancimi nga përmbajtja satirike. Në një tjetër reagim në rrjetet sociale, Rama ka shkruar ROFTMEMANIA, duke theksuar se nuk e shikon me negativitet krijimtarinë e memeve dhe videove satirike që qarkullojnë online, por përkundrazi vlerëson si shprehje kreative të përdoruesve të rrjeteve sociale. Ai ka shtuar se ndonë se disa përmbajtje i duken të egzageruara, e sheh fenomenin e memeve si pjesë të komunikimit modern digital dhe të humorit publik. Paralelisht, kryeministri ka vijuar edhe me postime të tjera mbi projekte qeveritare dhe zhvillime ekonomike, përfshirë festivalin UNUM në Shëngjin dhe bashkëpunime me Bashkimin Evropian për modernizimin e sistemeve të kontrollit ushqimor dhe veterinar në vend. Reagimet në rrjet vijojnë të jenë të shumta, ndërsa videoja me inteligjencë artificiale dhe postimet e Ramës kanë ndezur diskutime të reja mbi kufirin mes satirës, politikës dhe komunikimit në epokën digjitale. Në Tiranë është zhvilluar protesta e 9 radhazi kundër qeverisë, ku mijëra qytetarë janë mbledhur përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe duke kërkuar ndryshim në qeverisje. Protesta është shoqëruar me thirrje, pankarta dhe marshim nga qendra e kryeqytetit drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Në Tiranë është mbajtur protesta e 9 radhazi kundër qeverisë, ku mijëra qytetarë janë mbledhur para kryeministrisë në një tubim që ka zgjatur për disa orë. Qytetarët kanë marshuar nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime të thella në qeverisje. Protestuesit kanë mbajtur pankarta me mesazhe të ndryshme, mes tyre Rama dorëhiqu, Atë nuk është në shitje dhe Shqipëria e re, ndërsa thirrjet kundër qeverisë kanë vijuar në korr gjatë gjithë tubimit.
Sipas organizatorëve dhe pjesëmarrësve, protesta synon të kundërshtojë politikat aktuale qeveritare dhe disa projekte të caktuara infrastrukturore dhe zhvillimore, përfshirë edhe projektin në Zvërnec për të cilin ata shprehin shqetësime. Në tubim kanë marrë pjesë qytetarë të grupmoshave të ndryshme, përfshirë të rinj, të moshuar dhe familjar me fëmijë, duke i dhënë protestës një karakter masiv dhe të gjerë shoqëror. Kjo është protesta e 9 radhazi që zhvillohet në kryeqytet, ndërsa situata mbetet e tensionuar politikisht me thirrje të përsëritura për ndryshim të qeverisjes dhe rritje të presionit publik ndaj institucioneve. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Genc Ruli ka dëshmuar në GKKO për dosjen e privatizimit të ish-klubit Partizani, duke deklaruar se procedurat janë përshpejtuar për të shmangur degradimin e pronës. Ai ka folur gjithashtu për funksionimin e institucioneve dhe njohjen e tij me disa nga personat e përfshirë në çështje. Në kuadër të procesit gjyqësor për dosjen e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani, ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Genc Ruli ka dhënë dëshminë e tij përpara gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Gjatë dëshmisë, Ruli ka folur për problematikat historike të pronës publike në Shqipëri, duke theksuar se shteti, sipas tij, edhe sot nuk i ka të regjistruara plotësisht pronat e veta. Ai ka shtuar se në periudhën kur ka ushtruar detyrën, vetëm një pjesë e vogël e pronave dispononin certifikata pronësie. I pyetur mbi procedurat administrative në ministri, Ruli është shprehur se si ministër nuk kryente vetë verifikime në terren, por mbështetej në strukturat përkatëse, për të cilat tha se besonte se ishin profesioniste. Ai ka shtuar gjithashtu se ekspertët kontabël zgjidheshin nga vetë shoqatat e tyre profesionale. Sipas dëshmisë së tij, Ministria e Ekonomisë në atë kohë kishte më shumë rol politik dhe zbatues të programit qeveritar, ndërsa iniciativat për procedura vinin nga ministritë që kishin në varësi pronat përkatëse. Ruli deklaroi se në rastin e ish-klubit Partizani procedurat janë përshpejtuar me qëllim që objekti të mos degradojë më tej. Ai ka kujtuar gjithashtu periudhën e tranzicionit të hershëm, duke folur për procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave, si dhe përdorimin e letrave me vlerë dhe bonove të thesarit në skemat e dëmshpërblimit. Në përfundim të dëshmisë, Ruli ka folur shkurt edhe për njohjet e tij me figura të përfshira në dosje. Ai tha se Sali Berisha e njeh që nga dhjetori i vitit 1990, ndërsa Përjamar Maltezi u shpreh se e ka njohur si student në ambientet e Partisë Demokratike. Për persona të tjerë të përmendur, ai dha vetëm përshkrime të përgjithshme të njohjes së tij me ta. Procesi në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen Partizani vijon, ndërsa priten dëshmi dhe zhvillime të tjera në seancat e ardhshme. Të afërmit e efektivit të policisë së shtetit Enea Mekolli, rënë gjatë një operacioni në Maliq, kanë hapur një fushat në GoFundMe për të ndihmuar financiarisht familjen e tij në këto ditë të vështira. Ai la pas një foshnjë 8 muajshe dhe familjar të afërt. Të afërmit e Enea Mekollit ka nisur një fushat në platformën GoFundMe me qëllim mbështetjen financiare të familjes së tij pas humbjes së jetës në krye të detyrës. Sipas njoftimit të familjarëve, Mekolli ka humbur jetën 2 ditë më parë gjatë një operacioni policor në zonën e Maliqit, duke u shpallur dëshmoria dheut. Ai ka lënë pas një fëmijë 8 muajsh, bashkëshorten dhe prindërit e tij, të cilët po përballen me një situatë të vështirë emocionale dhe ekonomike pas humbjes. Në fushatën e hapur online, familjarët u kanë bërë thirrje qytetarëve shqiptar brenda dhe jashtë vendit që të kontribuojnë sipas mundësive, duke theksuar se çdo ndihmë do të ishte një mbështetje e rëndësishme për familjen në këtë moment të rënd. Më herët familja e tij ka përjetuar një tjetër humbje tragjike, pasi edhe vëllai i tij, i cili shërbente gjithashtu në polici, ka ndruar jetë si pasojë një sëmundje të pashërueshme. Fushata vijon të shpërndahet në rrjetet sociale, ndërsa qytetarë të shumt kanë shprehur solidaritet dhe ngushëllime për familjen Mekolli. Policia e shtetit ka reaguar zyrtarisht pas vrasjes së një 26 vjeçari në Kamës, duke bërë të ditur si janë ngritur pika kontrolli në akset kryesore rrugore për kapjen e autorit të dyshuar. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur pas një konflikti për motive të dobta, ndërsa viktima u qellua me armë zjarri në rrugë. Policia e shtetit ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Kamës, ku humbi jetën i riu Ardian Baloshi, rreth 27 vjeç. Sipas njoftimit zyrtar, rreth orës 11:25, viktima është transportuar pa shenja jete në spital. Menjëherë pas sinjalizimit, është ngritur grupi hetimor dhe janë kryer veprimet e para në vendngjarje. Nga hetimet paraprake rezulton se i riu është qelluar me armë zjarri në rrugën Dervish Luzha, në Kamës. Policia bën me dije se ngjarja dyshohet të ketë ndodhur pas një konflikti për motive të dobta mes palëve. Në vijim të hetimeve, janë zbardhur edhe detaje të reja tronditse nga dinamika e krimit.
Në vendngjarje janë gjetur 10 gëzhoja arme zjarri, çka tregon se autori ka qelluar me breshëri në drejtim të viktimës. Një prej plumbave në kokë rezultoi fatal për 27 vjeçarin. Hetimet kanë nxjerrë në pa se objektivi i sulmit dyshohet të ketë qenë jo vetëm viktima, por edhe shoku i tij i cili ndodhej në vendngjarje në momentin e të shtënave. Ai ka arritur të shpëtojë pa lëndime. Si autori dyshuar i ngjarjes është identifikuar shtetasi Sadik Llanaj, rreth 39 vjeç, i cili aktualisht është në kërkim nga policia. Drejtoria vendore e Policisë Tiranë ka ngritur pika kontrolli në të gjitha akset kryesore rrugore dhe po zhvillon kontrolle intensive për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Autoritetet e konsiderojnë të dyshuarin me rrezikshmëri të lartë dhe dyshojnë se qarkullon i armatosur. Ndërkohë, një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj. Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri në lagjen Lugina në Shijak pas një konflikti për motive të dobta. Policia ka identifikuar autorin e dyshuar dhe ka nisur kërkimet për kapjen e tij, ndërsa i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditën e sotme në Shijak, ku një person ka mbetur i plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri. Sipas njoftimit paraprak të policisë së shtetit, ngjarja ka ndodhur rreth orës 5:30 në lagjen Lugina, pas një konflikti për motive të dobta mes dy shtetasve. I plagosur ka mbetur shtetasi Bjondi Guri, i cili është qelluar në këmbë dhe është transportuar menjëherë në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Autoritetet bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, si autori dyshuar i ngjarjes është identifikuar shtetasi Elton Beqiri, i cili është shpallur në kërkim nga policia. Forcat e rendit kanë rrethuar zonën dhe po zhvillojnë kontrolle intensive në terren për lokalizimin dhe arrestimin e të dyshuarit. Grupi hetimor, në drejtimin e prokurorisë, po vijon punën për të sqaruar plotësisht rrethanat dhe motivet e konfliktit që çuan në përdorimin e armës së zjarrit. Një i ri rreth 30 vjeç ka mbetur i plagosur me armë zjarri në Vlorë dhe është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Policia ka rrethuar zonën dhe po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme në Vlorë, ku një 30 vjeçar ka mbetur i plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri. Sipas informacioneve paraprake, i riu dyshohet se është qelluar dhe ka marrë një plag në këmbë. Ai është transportuar menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku po merr ndihmën mjekësore dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Në vendngjarje ndodhen forca të shumta të policisë së shtetit, të cilat kanë rrethuar zonën dhe po kryejnë kontrolle intensive për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Policia po punon gjithashtu për identifikimin e autorit ose autorëve të mundshëm të përfshirë në këtë incident, ndërsa deri tani nuk ka një njoftim zyrtar për motivin apo dinamikën e plotë të ngjarjes. Grupi hetimor vijon veprimet në terren për dokumentimin e plotë të rastit. Vijoj me informacione nga Kosova. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë tregojnë se lëvizja vetëvendosje mbetet forca e parë politike, por me një rënje të ndjeshme të mbështetjes elektorale. Situata e re ka komplikuar edhe më shumë procesin e krijimit të institucioneve të reja dhe sigurimin e shumicës parlamentare. Zgjedhja e parakohshme parlamentare të mbajtura të dielën në Kosovë nuk kanë sjellë zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë vendin prej muajsh. Përkundrazi, rezultatet paraprake tregojnë një skemë politike dhe më të fragmentuar, duke e bërë më të vështirë krijimin e institucioneve të reja. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas numërimit të mbi 99.9% të votave, lëvizja vetëvendosje drejtuar nga Albin Kurti ka siguruar rreth 42.91% të votave, një rezultat më i ulët krahasuar me 49.3% që kishte marrë në zgjedhjet e mëparshme. Rënja e mbështetjes elektorale që vështirëson pozicionin e Kurtit në përpjekje për të siguruar shumicën e nevojshme parlamentare, përveç pamundësisë për të garantuar votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të vendit, vetëvendosja nuk duket si ka të vetë me numrat për formimin e qeverisë së re, çka e shtyn drejt negociatave për koalicionin të mundshme. Megjithatë, pak pas mesnatës, nga sheshi qendror i Prishtinës, Kurti u shfaq optimist dhe bëri të ditur se do të nisë kontakte me të gjitha subjektet politike për të diskutuar mbi
mbi formimin e institucioneve të reja. Nga ana tjetër, partitë opozitare kanë shënuar rritjen e lehtë. Partia Demokratike e Kosovës, e përfaqësuar nga Bedri Hamza, ka arritur 21.13% të votave, duke ruajtur pozicionin si forca e dytë politike në vend. Rritjen më të madhe ka regjistruar Lidhja Demokratike e Kosovës nga 13.6% në zgjedhjet e kaluara. LDK ka arritur në afër 17.56% të votave. Kryetari i saj, Lumir Abdixhiku, e cilësoi këtë rezultat si rekuperimin më të madh të një force politike në vend. Në vendin e katërt është rënditur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e drejtuar nga Ardian Gjini, e cila ka siguruar rreth 7.16% të votave, duke përmirësuar rezultatin krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Rritje ka shënuar edhe Lista Serbe, e cila ka kaluar nga 4.8% për rreth 6.19% të votave. Një tjetër element i rëndësishëm i këtyre zgjedhjeve ishte pjesëmarrja me ulët e qytetarëve nga afro 1.960.000 votues me të drejtë vote. Në proces morën pjesë rreth 723.000 qytetarë, ose 36.88% e elektoralit, dukshëm më pak se 45% që ishte pjesëmarrja në zgjedhjet e dhjetorit 2025. Rënja e pjesëmarrjes në më shumë se 200.000 votues interpretohet nga analistët si një shenjë e lodhjes së qytetarëve përballë krizës së zgjatur politike dhe pamundësisë së klasës politike për të gjetur një zgjedhje të qëndrueshme institucionale. Rezultati i së dielës e lë të hapur një periudhë të renegociatash, ku formimi i qeverisë së ardhme mbetet ende i pasigurt. Kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës për presidente, Vjosa Osmani, ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje nuk ka më asnjë arsye për të kundërshtuar kandidaturën e saj për një mandat të ri në krye të shtetit. Ajo e lidhi këtë qëndrim me rezultatin e zgjedhjeve dhe me procesin e ringritjes që sipas saj ka nisur në LDK. Kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës për presidente, Vjosa Osmani, ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje nuk ka më arsye të refuzojë kandidaturën e saj për një mandat tjetër në postin e presidentes së Kosovës. Në një konferencë për media, për krah kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, Osmani u shpreh se rezultati i zgjedhjeve përbën një sinjal pozitiv për të ardhmen e partisë dhe një hap të rëndësishëm drejt rikuperimit të saj politik. Sipas saj, mbështetja e marrë në zgjedhje tregon se Lidhja Demokratike e Kosovës është në drejtimin e duhur dhe se puna më e afërt me qytetarët do të sjellë forcim të mëtejshëm të partisë në muajt dhe vitet e ardhshme. Na jep shpresë se jemi në rrugë të drejtë. Me më shumë punë në terren dhe afër qytetarëve, besoj se Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të ringritet, deklaroi Osmani. Ajo theksoi se procesi i rikthimit politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës sapo ka nisur dhe se partia ka potencial për të zgjeruar më tej mbështetjen elektorale. Koha e ringritjes vetëm ka filluar. S'ka asgjë që e ndal, u shpreh ajo. Sipas rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, Lidhja Demokratike e Kosovës është renditur si forca e tretë politike në vend me rreth 18% të votave, ndërsa vetëvendosja vazhdon të kryesojë në rang kombëtar me mbi 43% të votave të numëruara. Deklaratat e Osmanit vinë në një moment kur në Kosovë kanë nisur diskutimet për zhvillimet politike pas zgjedhjeve dhe për konfigurimin e institucioneve në periudhën e ardhshme, përfshirë edhe çështjen e presidencës. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos, ka uruar liderin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, për rezultatet në zgjedhjet e 7 qershorit, duke theksuar se Kosova ka nevojë për një dialog dhe kompromis politik për të vijuar rrugën drejt integrimit evropian. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos, ka përshëndetur zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë dhe ka uruar Albin Kurtin për fitoren e lëvizjes vetëvendosje në procesin zgjedhor të 7 qershorit. Në reagimin e saj, Kos vlerësoi mbarvajtjen e procesit elektoral duke e cilësuar votimin si të qetë, gjithëpërfshirës dhe të rregullt. Ajo theksoi se zgjedhjet përmbajnë një hap të rëndësishëm demokratik për Kosovën, por nënvizoi se sfidat kryesore nisin pas shpalljes së rezultateve. Sipas saj, në kushtet e një rezultati që nuk garanton një shumicë së qartë qeverisëse, forcat politike duhet të tregojnë gatishmëri për dialog dhe kompromis në interes të stabilitetit institucional të vendit. Komisionerja Evropiane theksoi se përparimi i Kosovës në rrugën drejt Bashkimit Evropian varet nga aftësia e spektrit politik për të bashkëpunuar dhe për të ndërtuar institucione funksionale. Ajo shprehu gjithashtu gatishmërinë për të vizituar sërish Kosovën në të ardhmen e afërt me qëllimin avancimin e procesit të integrimit evropian dhe vijimin e punës për zbatimin e planit të rritjes të Bashkimit Evropian
për Ballkanin Perëndimor. Pas zgjedhjeve të së dielës, skena politike në Kosovë mbetet përballë disa sfidave të rëndësishme, përveç nevojës për të zgjidhur ngërçin institucional lidhur me zgjedhjen e presidentit. Vendi duhet të kalojë edhe procesin e formimit të qeverisë së re. Rezultatet paraprake tregojnë se vetëvendosja mbetet forca e parë politike, por pa numrat e nevojshëm për të formuar e vetme ekzekutivin. Kjo e bën të domosdoshme nisjen e negociatave me partitë e tjera parlamentare për krijimin e një shumice qeverisëse dhe për garantimin e stabilitetit politik në vend. Të nderuar teleshikues, në vijim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 9 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Në disa zona të izoluara gjatë orëve të pasdites nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afat shkurtra. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe mundësi për rreshje të dobta lokale kryesisht në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 27 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 27 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 29 gradë Celsius, Durrës 19 deri në 29 gradë Celsius, Kavaj 18 deri në 29 gradë Celsius, Elbasan 17 deri në 30 gradë Celsius, Berat 18 deri në 31 gradë Celsius, Korç 13 deri në 25 gradë Celsius, Vlorë 20 deri në 29 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri në 27 gradë Celsius, Sarand 19 deri në 29 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 9 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona, kryesisht gjatë paradites dhe mesditës. Paraditja do të ketë rreshje shiu në disa rajone, ndërsa pasditja vijon me alternime mes vranësirave dhe intervaleve me diell. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior deri veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 26 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 25 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 26 gradë Celsius, Pej 12 deri në 26 gradë Celsius, Prishtinë 11 deri në 27 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 27 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 27 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 26 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 26 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 25 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 27 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 27 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.